Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion. Ja ku jemi sërish bashkë në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 24 prill dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione që lidhen pikërisht me këtë datë. Ndaj oftoj që t'i ndiqni. Ngjarje. 1227 vritet kalifi Al-Alid. 1940 takohen Adolf Hitler dhe Benito Mussolini në kalimin Brenner. 1921 themelohet kryqi i kuq shqiptar. 1950 paraqitet për herë të parë snopi. 1958 themelohet Republika e Pestë e Francës. 1966 Basutoland pavarësohet nga Britania e Madhe dhe rimërohet Lesotho. 1985 u themelua Free Software Foundation në Massachusetts, SBA. 1988 Jim Baker paditet për mashtrim. Lindje. 1819 lindi Francesco Crispi, arbëresh president italian. 1822 lindi Rutherford B. Hayes, presidenti 19 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1892 lindi Engelbert Dollfunt, kancelar austriak, diktator. 1895 lindi Buster Keaton, aktor amerikan. 1924 lindi Charlton Heston, aktor amerikan. 1939 lindi Jackie Collins, letrare britanike. 1941 lindi Annie Rice, letrare amerikane. Vdekje. 1669 vdiq Rembrandt, piktor hollandez. Festa dhe përvjetore. Dita botërore e mbrojtjes së kafshëve. Sot kemi përgatitur biografinë e Edwin Abbott, i cili ishte një mësues anglez. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Edwin Abbott ka lidur më 20 dhjetor 1838 dhe ka vdekur më 12 tetor 1926. Ishte një anglez, drejtor i shkollës, teolog dhe shkrimtar, i njohur u bë dhe me satirën matematikore Flatlat të vitit 1884. Ka shkruar në vitin 1884 novelën Flatland, A Romance of Many Dimensions, një romantizim i shumë dimensioneve. Novela është një arsyetim në veten e parë në një katrori 2-dimensional, i cili nis të çmojë një botë 3-dimensionale. Katrori e përshkruan botën e tij si një plan të populluar nga vija, rradh katror, trekëndsha dhe pesëkëndsha, duke qenë 2-dimensional, banorët e rrafshinës i duken njëri tjetrit si viza. Ata shquajnë formën e njëri tjetrit përmes së prekurës dhe duke parë se si vijat duke të ndryshojnë në gjatësi kur banorët i mbijnë rrotull njëri tjetrit. Një ditë një sferë shfaqet përpara katrorit. Për katrorin, i cili mund të shohë vetëm një prerje të sferës, forma përpara tij është ajo e një rrethi 2-dimensional. Sfera ka ardhur për vizik tek katrori, me qëllim që ta bëjë katrorin të kuptojë botën 3-dimensionale, të cilës ajo, sfera, i përket. Ajo i shpjegon nocionin e sipër dhe poshtë, të cilën katrori e ngatëron me përpara dhe mbrapa. Kur sfera kalon përmes planit të rrafshinës për të treguar se si ajo mund të lëvizë në 3 dimensione, katrori sheh vetëm që vija që ai është duke parë bëhet më e shkurtër dhe pastaj shtuket. Armatosur me këtë arsyetim, katrori gatuan me mend mundësinë e një dimensioni të katërt. Ai shkon dhe më tej duke sugjeruar se numri i dimensioneve hapësinore mund të jetë i pafund. Duke u përpjekur të bindë sferën mbi mundësinë e kësaj, katrori përdor të njëjtin arsyetim që sfera përdori për ta parashtruar praninë e 3 dimensioneve. Sfera tani më driçkurtra nga të dy, nga mundet ta kuptoj këtë dhe nuk i pranon arsyetimit e katrorit. Ka
Kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim për lojrat olimpike, ku zhvillohen ato, si janë zhvilluar më parë dhe cila është përjardhja e tyre. Lojrat olimpike organizohen për të promovuar bashkëpunimin ndërkombëtar, ndërtuar një kulturë sportive globale dhe nxitur paqen. Ato janë një platformë për sportistët nga e gjithë bota, të cilët garojnë në një atmosferë pa politika dhe për të sjellë së bashku komunitetet sportive nga kulturat dhe vendet e ndryshme. Por përse organizoheshin më parë lojrat olimpike? Lojrat olimpike ishin pjesë e një festivali fetar për nder të Zeusit, zotit të hyjnive. Çdo 4 vjet 20.000 njerëz vërshonin nga të gjithë anët drejt Olimpit, për të parë atletët të vraponin, boksonin, mundeshin si dhe të bënin gara me qerre. Gara më e vështirë ishte pezgarshi. Pjesëmarrësit duhet të merrnin pjesë në 5 disiplina të ndryshme: kërcim së gjati, vrapim mundje, hedhje disku dhe hedhje shtize. Femrat nuk mund të merrin pjesë në lojrat olimpike, siç bëjnë në ditët e sotme. Nësa bëjmë një paralelizëm në pjesëmarrjen e grave sot dhe dje, kemi një ndryshim tepër të madh. Në fillimet e lojrave olimpike moderne, në vitin 1896, gratë nuk ishin të lejuara të merrin pjesë në këto eventimente. Megjithatë, në vitin 1900, në lojrat olimpike të Parisit disa gra morën pjesë në disiplinat të caktuara sportive, si tenisi dhe golfi. Megjithse numri i grave që merrnin pjesë ishte shumë i vogël në krahasim me burrat, kjo ishte një hap i rëndësishëm drejt përfshirjes së tyre. Gratë vazhduan të rrisnin pjesëmarrjen e tyre në lojrat olimpike, duke u bërë një pjesë e rëndësishme e tyre sot, duke garuar në shumë sporte dhe duke përfaqësuar vendit të tyre në skenën ndërkombëtare sportive. Më parë thuhet se ato zhvillonin lojrat e tyre për nder të herës, mbretëreshës së hyjnive. Në lojrat e grave kishte vetëm një garë, i cili ishte vrapimi. Ndryshe nga sot, në garat olimpike atletët dilnin lakurish. Grekët ishin krenar për hijeshinë e trupave të tyre dhe u mundonin t'i zbulonin sa më shumë ato. A merri medalje fituesit? Në lojrat olimpike, sportistët fitonin medalje për vendet e tyre. Medaljet janë të ngjyrave të ndryshme: ari për vendin e parë, argjend për vendin e dytë dhe bronz për vendin e tretë. Përveç kësaj, shpesh ka dhe çmime monetare nga federatat sportive, qeveritë vendase dhe sponsorat, por kjo varion nga një vend në tjetrin. Por atëherë nuk ishte çmime të tilla. Në vend të tyre, fituesit merrnin kurora me gjethe dafine, enë me vaj ulliri, poçe ose vazo të bukura, si dhe copa leshi, mëndafshi ose lini për të bërë tesha. Boksierët e Greqisë së lashtë nuk përdornin doreza si të sotmet, thjesht i vashonin duart me rripa lëkure. Por kush ka qenë fituesi i parë i maratonës? Në vitin 490 para erës së re, grekët fituan një betejë në një vend të quajtur Maraton, që ndodhej 42 kilometra larg Athinës. Një ushtar grek, i quajtur Fidipiti, e përshkroi me vrap rrugën deri në Athinë që të kuptonte si harriqin qytetarëve, por për fat të keq, i gjori ushtaru raskapit kaq fort nga maratona, saqë kur arriti në vijën e finishit, vdiq. Gjatësia e maratonës së ditëve të sotme 42 kilometra është e njëjta largësi që u desh të përshkronte Fidipitit këtu e 2500 vjet të shkuara. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për ditën. Territori shqiptar për datën 24 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me diell pothuajse në të gjithë territorin, ndërsa në disa zona lindore do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Edhe gjatë pasdites, moti do të mbetet i kthjellët me intervale të gjata me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 8 deri në 10 orë me diell. Era do të fryje lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:41 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 19:37 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 9 deri në 20 gradë Celsius, Kukës 6 deri në 16 gradë Celsius, Peshkopi 5 deri në 14 gradë Celsius, Tiranë 12 deri në 18 gradë Celsius, Durrës 10 deri në 19 gradë Celsius,
Kavaj 8 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan 10 deri në 19 gradë Celsius. Berat 9 deri në 19 gradë Celsius. Korç 3 deri në 13 gradë Celsius. Vlorë 12 deri në 19 gradë Celsius. Gjirokastër 8 deri në 17 gradë Celsius. Sarand 10 deri në 19 gradë Celsius. Tani uftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 24 prill 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pakta dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të kenë alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave të lehta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 18 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:33 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:34 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 4 deri në 16 gradë Celsius. Podujev 3 deri në 14 gradë Celsius. Skënderaj 4 deri në 16 gradë Celsius. Pej 5 deri në 14 gradë Celsius. Prishtinë 5 deri në 15 gradë Celsius. Gjakov 8 deri në 18 gradë Celsius. Malishev 7 deri në 17 gradë Celsius. Gjilan 4 deri në 15 gradë Celsius. Ferizaj 6 deri në 16 gradë Celsius. Kaçanik 5 deri në 14 gradë Celsius. Suharek 6 deri në 17 gradë Celsius. Prizren 6 deri në 14 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Po ashtu mos harroni të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook. Mos harroni të na ndiqni edhe në faqen tonë zyrtare drita.tv.